Në një atmosferë solemne dhe të ngarkuar me emocione, Shqipëria I ka dhënë lamtumirën e fundit ish-kryetarit të Kuvendit, Servet Pëllumbi, I cili u nda nga jeta në moshën 89 vjeçare. Homazhet u zhvilluan në Teatrin e Operës dhe Baletit në Tiranë, ku qysh prej orëve të para të mëngjesit, figura të politikës, akademisë dhe qytetarë të shumt u mblodhën për të nderuar kontributin e tij. Në mesditë kortezhi funeral u drejtua për në varezat e Sharës, ku u zhvillua ceremonia e varimit, duke mbyllur kështu një kapitull të rëndësishëm të historisë politike dhe intelektuale të vendit. Ceremonia u shoqërua me fjalime të cilat përshkruan dimensione njerëzore dhe politike të Pëllumbit. Djali I tij, Arben Pëllumbi, solli një mesazh prekës falënderimi për mbështetjen e marrë, duke përshkruar Taatin si një njeri të drejtë dhe të urtë. Sot qëndroj para jush me një dhimbje të thellë në zemër për t'i dhënë lamtumirën njeriut më të shtrenjtë të jetës sonë. Është e vështirë të gjesh fjalët kur humbet një baba. Humb një shtyllë të jetës tënde, një mbështetje të heshtur, një figurë që të ka udhëhequr me shembull dhe dinjitet. Baba ynë nuk ishte thjesht një prind. Ai ishte një njeri me vlerë të rrallë, I drejtë, I qetë dhe I respektuar nga të gjithë ata që patën fatin ta njohin. Ai na mësoi se jeta duhet jetuar me ndershmëri, me përgjegjësi dhe mbi të gjitha me dashuri për familjen. Na mësoi të qëndrojmë të fortë edhe kur jeta bëhet e vështirë, të mos urim kokën përballë padrejtësive dhe të ruajmë gjithmonë dinjitetin. Çdo kujtim me të është një pasuri e paçmuar për mua dhe për ne. Fjalët e tij, këshillat, prania e qetë, të gjitha këto do të na shoqërojnë përgjithmonë. Nga ana tjetër, kryeministri Edi Rama ndau kujtime personale, duke rrethyer se përtej etiketimeve ideologjike, kishte njohur një njeri progresist dhe mbështetës në momente të vështira. Dhe për surprizën time kam njohur një njeri shumë progresist, një njeri shumë dashamirës ndaj kujtdo që përpiqej të bënte diçka ndryshe dhe një njeri solidar me mua në momente të vështira. I lindur në Korçë në vitin 1936, Servet Pëllumbi ishte një figurë komplekse që ndërthurte akademikun me politikanin. I formuar në Universitetin e Shën Peterburgut, ai kontribui për dekada në fushën e filozofisë dhe në jetën publike shqiptare. Mbas viteve 90, ai luajti një rol kyç në transformimin e Partisë së Punës në Partinë Socialiste dhe në ndërtimin e institucioneve demokratike. Si kryetari I Kuvendit në periudhën 2002-2005, ai u dallua për stilin e tij të matur dhe përpjekjet për të krijuar ura komunikimi në një klimë të tensionuar politike. Më pas ai u tërhoq gradualisht nga politika aktive, duke vjuar kontributin e tij përmes analizave dhe shkrimeve mbi demokracinë.